besoj që data 14-15 maj, po asgjë e qartë akoma, pritet të konfirmohet zyrtarisht. Ka për të vizituar Pekinin dhe ne dim që Republika Popullore e Kinës është dhe importuesi më i madh i gazit, naftës dhe produkteve të naftës së Iranit. Sigurisht është impaktuar jo zakonisht, pavarësisht se ne siç e kemi përmendur edhe më parë, Kina importon naftë edhe prej Federatës Ruse, edhe prej Azisë Qendrore si Turkmenistani, Kazakstani, Uzbekistani dhe të tjerë. Pra, ajo është diversifikuar në këtë aspekt, nuk është diçka që është e jashtëzakonshme. Por sigurisht që impakti ndihet në ekonominë kineze, pasi dhe Kina është shumë e kujdesshme dhe nuk do që të krijojë një lloj marrësie totale prej vendeve të Ish-Bashkimit Sovjetik. Pra, pasi ne dim që influenca ruse në to e vogël e madhe pavarësisht është e ndjeshme dhe ne dim që nëse Rusia si në rastin e Evropës do të ketë një mosmarrëveshje nesër pas nesër, ata mund ta mbyllin naftën e gazit që e mbyllin për Evropën. Kështu që është një etik me dy pres, pasi aleancat dhe dashuritë e mëdha nuk parazgjasin, ne dim. Gjithsesi, mund të ndodhi, sipas shumë ekspertëve dhe analistëve, që Irani ka për të diskutuar, është patjetër, por mund të ndodhi që Kina do të mundohet ta thyejë akullin e diskutimit dhe të ofrojë një propozim të saj. Se çfarë propozimi është akoma e paqartë se si qysh tek ose çfarë mund të përmbajë. Dhe si propozimi besoj që ka për të ofruar, Kina do mundohet që të krijojë, le të themi, me anë të prezencës, impaktit, fuqisë saj ekonomike dhe ushtarake, të theksojë rolin e saj ndoshta si ndërmjetësues. Mund të ndodhi pasi së fundmi presidenti Trump ka qenë shumë pozitiv për presidentin Xi Jinping, edhe ka qenë edhe fort, le të themi, me shpresa për takimin që ka për të ndodhur në Pekin, që ka për të prodhuar rezultate shumë të pozitive dhe shumë benefite për Shtetet e Bashkuara, për Kinën edhe për sigurisht ekonominë globale. Mbetet për të parë sigurisht, ende nuk është e qartë se çfarë do të ndodhi. Gjithsesi, fakti që presidenti Trump ka shpallur, le të themi, përfundimi në thonjza, se mund ta quajmë kështu, të operacioneve ushtarake në Iran dhe e ka theksuar rolin e vizitës që ka për të qenë një vizitë fort e rëndësishme në Republikën Popullore të Kinës. Ndoshta mund të jenë, le të themi, paraprita ose qinte si quhen në anglisht, për një rivitalizim të propozimeve të paqes, të dialogut tripalësh kësaj radhe, trilateral, midis Teheranit, Pekinit edhe Washingtonit, ndërmjetësimin e Pekinit siç e përmenda, i cili mund të prodhojë edhe ndoshta një lloj marrëveshje, një lloj memorandumi, një lloj le ta quajmë dakordësimi për t'i dhënë fund konfliktit me një zgjidhje që ka përqendruar kënaqshme për të dyja palët dhe që do të impaktojë, le të themi, rëndshëm asnjërin prej palëve. Flasim, Irani kërkon kompensime monetare për dëmet që janë shkaktuar. SBA kërkon, siç e përmendëm, arsenalin bërthamor të Iranit që nuk do të ekzistojë, garanci sigurie për Izraelin. Kështu që mbetet për të parë si ka për të zhvilluar, por premisa mund të themi që duken pozitive. Tek e fundit është vetëm një shpresë për rendin global që të kthehet në normalitet, që do të jemi pozitiv, le të themi. Qartë, por të gjitha fushit e tjera në raport me këtë krizë, Eliano, si pozicionohen? Atëherë, ne besoj që nuk ka nevojë për shumë shpjegime për të kuptuar faktin që evropianët janë totalisht kundër luftës që po ndodh në Iran. E kemi parë, askush nuk ka suportuar SBA-n, askush nuk ka dërguar trupa, nuk është më si Iraku 2003-shit, edhe vetë vendet si Polonia për shembull ose Hungaria, Republika Çeke që kanë qenë të theksuara dhe janë pro-amerikane, edhe kanë qenë nga kontribuesit kryesorë dhe suportuesit kryesorë në 2003-shin në fushatën kundër Irakut, sot janë pozicionuar totalisht të tërhequr, totalisht nuk kanë pranuar që të ndërhyjnë në këtë situatë, ose të eskalojnë këtë situatën duke çuar trupa, tanke, avion, luftani e të tjerë. Njëjta gjë ka ndodhur edhe me vendet arabe, ne dimë që fakti që shumë vendet botës arabe, si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara, Katari, Sultanati Omani dhe të tjerë, kanë refuzuar të participojnë, do sa ata janë sulmuar nga ana infrastrukturore, edhe nga ana civile dhe nga ana ushtarake, logjistike të tjerë, janë sulmuar Iranit, për Republikën Islamike të Iranit, ata kanë refuzuar të kundërpërgjigjen
pasi ne dim që ato janë vende muslimane dhe solidariteti musliman pavarësisht shiit ose sunit që janë dy branqet e muslimanizmit në lidhjen e mesme, kanë diferenca, ata nuk kanë pranuar të sulmojnë, pasi ne dim që ky ishte një sulm i nisur nga Shtetet e Bashkuara, pra një fuqi e krishterë, edhe për Izraelit, pra një fuqi judaiste, gjë që është mund të ata përkthehen si tradhti e fesë islame. Njëkohësisht ne dim që nga vendet e Afrikës, sidomos për Afrikës së Jugut, e cila është kritikuesi më i madh i Izraelit dhe i genocidit që Izraeli është duke bërë në Palestinë, ka qenë një përgjigje fort e ashpër dhe ka qenë edhe një lloj edhe më shumë theksimi i distancimit prej SBA-s. Si që përmenda Egjipti, Algjeria, Afrika e Jugut, Namibia dhe tjerë janë tërhequr edhe më tej prej SBA-s, duke theksuar distancën që ato ka ekzistuar midis tyre, pasi ne dim që këto vende, sidomos Afrika e Jugut, Egjipti, Etiopia për shembull, janë pjesë e BRICS. Edhe njëkohësisht bashkëpunëtore të ngushta në iniciativën Një brez në rrugë të Kinës, edhe në organizatën e bashkëpunimit të Shanghai, kështu që mund të themi se impakti është gjerë në Afrikë, është ndjerë sidomos në Amerikën Latine, ku ne dim shumica e vendeve të Amerikës Latine ka qenë kundër dhe vijon të mbetet në mënyrë të fortë kundër, sidomos Kuba, Brazili, Meksika e të tjerë dhe kanë denoncuar publikisht atë që është duke ndodhur, pa përmendur Nicaragua, Uruguay e të tjerë. Ndërsa në Azinë e dim që impakti ka qenë katastrofal, e përmendëm më parë, ekonomia e Azisë është goditur jashtëzakonisht fort, dhe madje është duke dhënë një fenomen shumë interesant, që dhe në vende fort aleate të SBA-s, siç janë Filipinet, Taiwani, Korea e Jugut, opozita kundër bashkëpunimit të ngushtë ushtarak të Amerikës, edhe njëkohësisht suportit qoftë politik, qoftë thjesht retorike politike, nëse të ishte, pasi ne dim që nuk kanë dërguar trupa edhe anije ose armative, duke se ka krijuar një lloj impakti negativ në publik, dhe vetë publiku ka qenë shumë protesta, sidomos rinjia, kundër participimit në luftën e Izraelit dhe Amerikës kundrejt Iranit. Dhe madje kjo ka çuar që siç e përmenda këto vende aleate të shkojnë edhe më fort ndaj Kinës. Pra ato sot janë duke u lidhur më ngushtë me Kinën ekonomikisht dhe duke krijuar dhe më shumë dialog politik me Kinën, sesa me SBA-n, pasi ato e shikojnë SBA-n si një partner jo stabil, ose është duke u parë kryesisht si një partner jo stabil, një partner i cili është i pabesueshëm. Madje duke qenë si që kemi përmendur, nëse Tajvani është duke bërë këtë që ata e ndjejnë rrezikun nga Kina dhe që Kina e ka shprehur qartë le të themi projektet e saj për ta aneksuar Tajvanin, për të unifikuar gjithë botën kineze që quhet. Pra nëse Tajvani vetë është duke shkuar në këtë rrugë, besoj që nuk ka nevojë për shpjegim për shtetet e tjera aziatike se si ato mund të reagojnë. Njëkohësisht ka qenë një retorike përmbajtur nga ana e Federatës Ruse, nga vendet e Azisë Qendrore, ata kanë theksuar nevojën për dialog dhe për të sidomos për vendeve që janë në kufi me Iranin, flasim si Turkmenistani ose Azerbajxhani. Por ato janë munduar të mbeten të përmbajtur, duke qenë që marrëdhëniet ekonomike me SBA-n janë fort të rëndësishme. Ne dim që për Rusinë SBA-ja ose më saktë administrata e presidentit Trump është administrata e parë që ata kanë hyrë të kryejnë dialog, të takohen, le të themi të dy liderët, dhe të vijojnë të mundohen të gjejnë një zgjidhje për heqjen e sanksioneve dhe të tjerë që sot është më afër se kurrë për Rusinë, që nga viti 2022. Pra për rusët është një listëm jetik me dy presa. Ne dim që ata kanë suportuar Iranin në mënyrë jo të drejtë për drejtë, në anë të ndoshta armatimeve prej detit Kaspik, që është i pa le të themi lokalizueshëm prej radarëve dhe prej le të themi agjenciave të zbulimit amerikan, dhe njëkohësisht prej logjistikës që ne dim prej satelitëve dhe që është konfirmuar edhe për mediave perëndimore dhe për atyre aziatike që Rusia e ka ndihmuar Iranin me logjistikë ushtarake, sidomos prej imazheve satelitore, radarëve ose lokacioneve të bazave ushtarake. Përveç kësaj, duke se asgjë nuk ka ndryshuar, Rusia ka vijuar të mbajë një rol neutral dhe ka dënuar sulmin në media e saj shtetërore,
por nuk ka vajtur një qëndrim le të themi të ashpër si për shembull Turqia e presidentit Erdogan, e cila sot është ose e ka theksuar rrezikun e rieskalimit të konfliktit dhe të një përballje të mundshme të Turqisë me Izraelin, nëse Izraeli do të vijojë të okupojë territoret e vendeve fshije dhe do të vijojë më tej ekspansionin ushtarak afër kufijve të Turqisë. Gjë që është ndoshta një temë për një emision tjetër, pasi është një diskurs fort i gjatë në këtë aspekt, por që le të themi që kryesisht nga ana e Rusisë ose hapësirës post-sovietike, qëndrimi ka qenë denoncues mediatik, por nga ana oficiale, shtetërore ka qenë neutral, provimi i dialogut, por njëkohësisht edhe dënimi në mënyrë të butë, jo si në rastin e Spanjës, Turqisë, Francës e të tjerë, të opresioneve ushtarake. Pra, por njëkohësisht mund të për të bërë një përmbledhje të përgjithshme, mund të themi se në globalisht trendi është fort negativ, imazhi i SBA-s është impaktuar fort, dhe që të gjithë janë duke shtyrë, duke politikisht, mediatikisht, diplomatikisht, në çdo mënyre, dialogu, edhe gjetën një kompromisi dhe përfundimin e luftës. Por është duhet theksuar, siç e përmenda, që askush nuk ka për të participuar në mënyrë direkte dhe indirekte. Së fundmi dhe qeveria e Koreas së Jugut e ka thënë haptazi që ata nuk dihen komfort në SBA-n, e cila po ushtron akoma presion që ata të participojnë në operacione ushtarake. Dhe shumë të tjera të Azisë, Afrikës, Linjës së Mesme, Amerikës Latine të tjerë, edhe Amerikës së Veriut, Kanadaja, siç e dim, janë treguar fort denoncues për këtë politikë jo të pastër, le ta quajmë, të SBA-s, për presionin diplomatik që SBA-s duke bërë, por njëkohësisht edhe për faktin që SBA-ja nuk është ende serioze dhe nuk ka një plan për të ulur në dialog dhe çfarë ose le të themi nëse çfarë versioni ata mund të paraqesin për sigurinë e linjës së mesme pas përfundimit të këtij konflikti. Pra një program nuk ka, një plan nuk ka, gjë që e ka bërë situata që të mbetet ende në stagnacion, siç e përmendëm, pa një përfundim të qartë çka ka për të ndodhur. Mirë, Elianos, nga ana tjetër, për ta mbyllur shkurtimisht, ka pasur dhe një telefonat mes ministrit të jashtëm gjerman edhe homologut të tij iranian Abbas Araghchi, ku është diskutuar mbi të gjitha zhvillimet pra në lidhje me programin bërthamor të Teheranit, por sigurisht edhe situatën problematike siç e përmendëm në ngushticën e Hormuzit. Mendon se tashmë është duke u rritur edhe roli i Gjermanisë si ndërmjetës në krizën mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër, sa reale është edhe që kërkesa që Irani të heqë dorë plotësisht pra nga programi bërthamor? Atëherë, për vijë me pikën e fundit, mbi lidhje me dorëheqjen e arsenalit bërthamor. Nuk është arsenal bërthamor, drejshemori. Është thjesht energji atomike që shumë vende e kanë. Nuk është diçka, edhe Hungaria ka centrale bërthamore. Dhe nuk shikohet si kërcënim. Në Hungaria, çdo thotë, nëse ti ke centrale bërthamor, mund të ndërtosh anë bërthamore, po ka një mundësi që kjo të ndodhi. Por përderisa Hungaria nuk e ka bërë, Turqia është duke ndërtuar centrale bërthamore, Izraeli ka centrale bërthamore, dhe Irani ka pasur periudhë të gjatë centrale bërthamore dhe do ta shtyjë më tej energjinë atomike për arsye të tyre ekonomike, industriale të tjera. Gjë që duket pak si jo logjike që ti thuash një vendi i cili ka një program ambicioz për të zhvilluar ekonominë e tij, shiko se unë ndjej këtë si kërcënim, që nuk duhet bërë. Dhe edhe nëse ndodh, këtu ka një lloj fakt interesant. Amerika sulmoi Iranin duke me pretendimin se Irani, ashtu si Iraku njëherë një kohë, po zhvillonte armë bërthamore për shkatrim në masë të tjera. Atëherë, pyetja është thjesht, pse Amerika nuk ka sulmuar Korean e Veriut që ka armë bërthamore? Askush nuk i përgjigjet. Pra nëse Irani vërtet do të kishte armë bërthamore ose potencial që po zhvillonte armë bërthamore, të gjithë nuk do shumë inteligjencë për ta kuptuar që Amerikanët do ta kishin sulmuar Iranin. Pasi ne dimë që ajo do të ishte përgjigjur me armë bërthamore. Të zhvilluara mirë ose pak kishte për të përgjigjur. Apo jo. Pra, në këtë pikë për të dorëhequr nga programi bërthamor. Programi bërthamor është thjesht program ekonomik. Pra, energji bërthamore, e cila sot po adoptohet për shumë dhe Polonia ka një program për të ndërtuar centrale bërthamore. Edhe Slovakia ka dakordsuar në një bashkëpunim midis kompanive ruse dhe amerikane për të ndërtuar një centrale bërthamore. Gjermania vetë është duke u kthyer te centrale bërthamore.
Pra, në Franca ka të 3 bërthamore, Britania Madhe ka të 3 bërthamore. Nuk është diçka jashtëzakonshme që Irani po kërkon ose duhet të parë si kërcënim që mund të ndërtojë armë bërthamore. Korea e Veriut nuk ka centrale bërthamore, por ka armë bërthamore dhe arriti të ndërtojë ato edhe me sanksione. E qartë. Është diçka groteske kur e menduar në këtë aspekt. Mbi telefonata ka qenë, si përmendëm më parë, pjesë e le të themi iniciativës diplomatike iraniane, vejkullësisht të rivitalizimit të rolit të Evropës. Unë theksova në fillim që Spanja ka hapur totalisht dialog le të themi kanale diplomatike, ka kthyer ambasadën dhe ka kthyer në funksion 100% dialogun ndërqeveritar midis Madridit dhe Teheranit. Shumë të tjera evropiane janë në këtë rrugë dhe janë duke filluar, duke u munduar pak nga pak në mënyrë jo shumë konfrontuese me SBA sigurisht që të kthehen në të njëjtën pikë si Spanja. Berlini, Parisi, Londra, Brukseli e të tjerë janë duke mbajtur dialogun, por Berlini është ai i cili pas Madridit ka arritur ta thyejë edhe ai aku të krijojë dialog, pra le të themi të flasin e palën iraniane, të shikojë pozicionin e palës iraniane dhe ta kuptojë se çfarë ata kërkojnë, çfarë ata janë kundër dhe çfarë ata mund të pranojnë, të negociojnë, të bëjnë kompromise të tjerë. Njëkohësisht, të fundmi,